Sot OSBE Odiri ka publikuar raportin përfundimtar të zgjedhjeve të 11 majit. Janë një sër shkeljesh dhe rekomandimet që janë shkruar dhe janë theksuar në këtë raport. Unë do lexoj disa prej tyre. Kandidatët mund të fushatoni lirish, por disa u përballën me kërcënime. Administrata e menaxhoi procesin në mënyrë të gjithëpërfshirëse, por partia nuk në pushtet përfitoi nga burimet administrative duke krijuar avantazhe të panevojshme. Raportohet presion mbi votuesve, veçanërisht për punonësit publik. Legjislacioni dhe interpretimi i tij nuk e penguan plotësisht abuzimin zgjedhor. Pronësia e përqendruar e mediasve të censura kufizuar mundësinë e votuesve për të marrë informacion të plot. Rrjetet sociale amplifikuan diskursin konfrontues dhe nuk pati autoritet për të kontrolluar përmbajtjen manipuluese. Mekanizmat e ri për hetimin e krimeve zgjedhore janë pozitiv, por ndjekja e tyre mbetet e nevojshme. Dita e zgjedhjeve ishte kryesisht e qetë, por pati incidente të friksimit të votuesve dhe mangësi procedurave të numërimit të votave. Nga ana tjetër, OSBE Odiri është ndalur te task force e krijuar mes prokurisë posaçme dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e krimit zgjedhor në zgjedhjet e 11 majit. Mekanizmi i ri u vlerësua si një zhvillim pozitiv me efekt parandalues ndaj krimeve zgjedhore. E theksoi këtë. Task Forca u vlerësohet nga raporti OSBE Odirit si një zhvillim pozitiv me efekt parandalues për krimet zgjedhore. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK luajti rol pozitiv në hetimin e rasteve të korrupsionit zgjedhor, ndërsa mekanizmi i ri i koordinimit me SPAK-ut, KQZ dhe prokurisë përgjithshme u pasi një mjet që mund të ketë efekt parandalues, thuhet në raport. Për të analizuar raportin e OSBE Odirit, raportin final, por dhe çështje tjera të politikës, unë kam ftuar sot Lefter Maliqin, ish deputet i Partisë Demokratike dhe aktualisht sot drejtuesi i qarkut të Beratit për Partinë e Lirisë. Faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi. Edhe me këmbë të mbar gjithnjë bashk, sapo doli raporti, do thotë që ne ushtarakët i paraprim gjërave. Zoti Maliqi, cili është komenti juaj? Ishte e pritshme kjo që ka konstatuar raporti për ju? E pritshme. Madje do ndaloj te pika e fundit, edhe tek SPAK-u. Pra këto de facto janë zgjedhje që nuk njihen, varet tani se si do të komentohen. Jo, këtë sepse përdorimi i burimeve shtetërore që janë thënë her pas here nga opozita dhe veçanërisht nga zoti Berisha, qoftë përdorimi i fondeve për pensioneve, I referohet çfarë tha Berisha vetë çfarë thotë raporti? Po ato janë pothuajse. Ora Berisha thotë në mëngjes dhe ndarkë me ato merret. Përdorimi i administratës së shtetit, me fjalë intimidimi i votuesve, gjë që janë bërë faktike. Kurse lidhur me pikën e fundit për SPAK-un, unë duhet ju vend dieni sepse përfaqësues të OSBE Odirit, për shembull, të zyra ime elektorale, kanë ardhur dhe unë u kam thënë që kam bërë denoncim në Prokurinë e Beratit dhe në Policinë e Kuçovës për përdorimin e administratës, të cilët në orar zyrtar u kapën në një lokal, është bërë kallëzim dhe ne s'kemi asnjë lloj përgjigje. Unë kam telefonuar prokurorin e rrethit dhe nuk është bërë, pra u vund dieni OSBE Odiri që janë bërë denoncime nga ana jon, po kështu e denoncime publike dhe për s'ka parë, për shkakun që u përdor zyrat e spitalit në orar të punës e me radhë. Kështu që këto gjëra janë të dukshme, të faktuara, dhe besoj dhe shpresoj që të ketë një reflektim nga opozita, një qëndrim nga opozita, lidhur me këtë raport të OSBE Odirit, sepse kjo tregon që ne ishim në një fush të barabartë futbolli, por ata ishin me 11 lojtar, kurse ne ishim me 7-8 lojtar. Kjo është për mua konkluzioni i raportit të OSBE Odirit.